Ata nuk i kam fut në listë, sepse... Ti ke dashur t'ju ndihmosh aty që ndoshta... Edhe i kam qitë një numër të njerëzve që mendoj që duhet t'jenë në parlament, pra ndaj filloj me Shqipe Selimin e cila ka qenë ushtare e ushtrisë shqiptare të Kosovës, bashkëshortja e zotëri Recep Selimit i cili gjendet në Hagë, mendoj që ka qenë konsistente në mendimet e veta dhe në qëndrimet e veta sa herë që ka folë, edhe për atë kam vendosur që ta qes në listë. Mandej e kemi Arbresh Kryeziu Hyseni, e cila ka qenë shumë aktive gjatë këtij mandati. Sidomos në politiko ka shkëlqyer Arbresha. Sakt. Gjithashtu edhe në komisionet në të cilat është anëtare komisioneve, në njërin është kryetare, mendoj që ja vlen që t'jetë në Parlamentin e Kosovës. E kemi këtu edhe Hekuran Gashin. Këtë Hekuranin nuk e kam pa asnjëherë, po e kam pa në debate, në disa debate, edhe më ka pëlqyer shumë se si ka debatuar edhe mendimet e tij për zhvillimin e Kosovës, prandaj kam menduar që një djalë si ky ja vlen me qenë në parlament. Liza Gashi 2 herë zavendës ministre e punëve të jashtme, e cila ka qenë përgjegjëse për diasporën, mendoj që ka arritur shumë rezultate, sidomos në fuqizimin e bizneseve të diasporës, të cilat kanë filluar me ardhmë në Kosovë me investu, prandaj mendoj që i duhet parlamentit. Ilir Kërçeli, një djalë i cili është u shkëlqyer dhe është e përfaqësu vetëvendosje në mënyrën më të mirë të mundshme në studio televizive me mendimet e tij për të ardhmen, prandaj kam menduar që edhe ky duhet me qenë. Shkojmë te Valon Peci. Valonin e njoh shumë mirë, është vllau i Faton Pecit, po liresh më i me thonë që është shumë më i mirë se Fatoni, sepse kam pa edhe qytetarë në Mitrovicë, me që kam punu shumë gjatë në Mitrovicë, të cilët janë edhe partive tjera dhe kanë thonë që do ta votojnë Valonin. Skënder Thaçi është një humanist, një njeri i cili ka dhënë kontribut shumë të madh edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, gjithashtu një biznesmen i cili i ka ndihmuar zhvillimit të turizmit në Kosovë. Luana Liu, që që tha dhe Fidoni, është njëri prej 3 themeluesve të lëvizjes vetëvendosje Dega në Gjilan. Ka qenë shumë aktiv, sidomos në legislaturën e fundit, edhe është interesant, Gjilani është të edash Luanin. Për atë mendoj, sepse është një djalë që sillet me të gjithë mirë, sidomos, po them, 4 vitet e fundit, që është fut ma thellë në politikë, mendoj që ja vlen për shkak edhe përvojës që e ka bo. Gjithashtu, Bajram Mavriqi, i cili është aktivist dhe është themeluesi i Degës së lëvizjes vetëvendosje në Kamenic, ka qenë edhe këshilltar disa vjeçar në ministri, mendoj që ja vlen, është me përvojë shumë të madhe, një djalë shumë i mirë. Dhe në fund, ëmbëlsira për fund, Haki Huruglica, është një djalë i cili ka marrë pjesë edhe në sesionet e Kombeve të Bashkuara, nuk e di se besoj që e keni pa një fotografi të Albin Kurtit, pas ti në 2-3 raste në Kombet e Bashkuara ka qenë edhe bashkë me Ministrën e Punëve të Jashtme si këshilltar. Gjithashtu është drejtori i zhvillimit ekonomik në komunën e Gjilanit. Mendoj që si djalë i ri duhet me ia dhënë shansën që aftësitë e veta me edhe përvojën e tij me dërgu në Parlamentin e Kosovës. Dorën zemër, çka po më duket te ti Korça këtu, 1, 2, 3, 4. E di që po do të thonë që unë jam lokalist. Janë nga Gjilani, Kërçeli dhe Mavriqi të Kamenicës. Edhe këta pjesa tjetër, një Mitrovicë dhe një Gjakov. Është për shkak që i njoh shumë mirë. Mali Zi, kam përshtypjen Skënder Thaçi nga Mali Zi me prejardhje. Skënder Thaçin e njoh shumë gjatë, po